Imagjinoje potencialin e saj nëse edhe ajo e kish pas një grua në shtëpi. Po një manduena edhe ky është mendimi jam. Realiteti për shumë gra është që edhe kur punojnë full time i prat një ndërrim tjetër në shtëpi. Veç pun. Gatime, pasrime, rrobat, fëmijët, organizime. Edhe krejt këto nuk quhen punë, quhen si një diçka normale. Çka e të bëj që me këtë vë? Se s'ka zhurmë, s'ka ankesa, edhe kur s'ka ankesa duket e lehtë. Ama nuk është. Studimet e OECD-s tregojnë që gratë kalojnë dukshëm ma shumë kohë në punë të papagume. Edhe problemi s'është që burrat s'bojnë kur gjë. Shumë prej tyre ndihmojnë, po që ato që i bojnë burrat quhen ndihmë, e për gruan detyrem. E njëjta punë veç amër tjetër. Që ti paret. Edhe që kjo e krijon një ekuilibrim të heshtën. Kur burri bën diçka, bravo. Kur gruaja e bën krejta, normal. Jo prej keqdashjes, po prej asaj që jemi mësuar me pa çdo ditë. Edhe që tu vjen ideja. Imagjino potencialin e saj nëse dikush ambulon gjysmën e jetës, si ajo për tjerë. E si përfundim, s'kem nevojë për ma shumë ndihmë, kem nevojë për partneritet.